Sot pritet epilogu I rastit të vrasjes së Liridona Ademajt, ku të akuzuar janë Naim Murseli, Kushtrim Kokalla dhe Granit Plava. Se cilat mund të jenë pritjet nga seanca që pritet të nisë nga ora 13:30, do të na tregoj kolegja Qendresa Tërshani që po e monitoron këtë rast. Qendresa, lidhja është për juve. Pas 873 ditëve përballje me drejtsinë, me 12 dëshmitar të dëgjuar e shumë seanca të mbajtura, sot përfundimisht do dihet fati I Naim Murselit dhe 2 shokëve të tij, Granit Plavën e Kushtrim Kokallën, të cilët akuzohen për vrasjen e Liridona Ademajt me 29 nëntor 2023. Sipas aktakuzës së ngritur nga prokuroria, ata duhet të shpallën fajtor pikërisht për vrasjen e Liridona Ademajt, pasi siç kërkon prokuroria, ata të rrinë përjetësisht në burg për të bëmat e tyre. Ndaj Liridona Ademajt, sipas prokurorisë, e njëjta u vra me planifikimin e ishburrit të saj Naim Murselit, me planifikimin deri në detaj dhe me bashkëkryrje edhe të Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës. Prokuroria dëshiron që ata të rrinë përjetësisht në burg, nuk dihet nëse ky do të jetë vendimi sot, pasi që ai pritet të dihet pas pak në ora 13:30 është caktuar që vendimi I shkallës së parë I gjykatës themelore të bëhet I ditur, kur gjyqtarja e rastit, kryesorja Fatime Dërmaku, të vijë në sallë dhe të tregoj se çka ka vendosur për këtë rast pas krejt këtyre seancave të mbajtura dhe dëshmitarëve të dëgjuar dhe po ashtu dëshmive të publikuara edhe me video këtu në sallën e gjyqit. Ajo në seancën paraprake ka kërkuar burgim të përjetshëm, pasi thotë që Naim Murseli, nga dëshira për ta vrarë Liridona Ademajt, qysh një vit më parë ka filluar planifikimin për vrasjen e saj, nga dëshira për t'ia marrë disa të mira materiale, pasi ka paguar paraprakisht policën e sigurimit shëndetësor dhe po ashtu pas problemeve që I kanë pasur në qeft. Këtë punë I kishte kërkuar Kushtrim Kokallës që ta kryente, mirë po pas refuzimit të njëjtit, ai kishte gjetur një person tjetër, Kokalla, ja kishte prezantuar Naim Murselit Granit Plavën, I cili dyshohet që ka shtënë ndaj Liridona Ademajt me 29 nëntor të vitit 2023. Andaj sipas prokurorisë këta nuk kanë ku të ikin dhe duhet të shpallen fajtor me patjetër sot. Nuk dihet nëse të tre do të jenë në sallën e gjyqit. Ne kemi kontaktuar me disa avokatë të tyre. Ata thonë që kanë qenë në hamendje nëse Naim Murseli do të jetë sot këtu kur t'i jepet vendimi. Fillimisht ka thënë po dhe më pastaj ka ndryshuar qëndrim, por do dihet më pak më vonë kur edhe nga shërbimi korrektues I Kosovës të vinë veturat këtu nëse të njëjtit kanë vendosur të jenë prezent në sallën ku do të jepet vendimi përfundimtar me ta. Për ta, dihet Naim Murseli ka qëndruar pas versionit të tij, duke thënë që ngjarja e 29 nëntorit nuk ka të bëjë me vrasje e as planifikim, por ishte një grabitje. Kësaj e kishte paraqitur edhe në polici dhe për 2 ditë me radhë në fakt ai kishte varrosur gruan dhe kishte pritur për krye shënosh pikërisht të afërm dhe familjar, duke mbrojtur idenë e tij që krejt çka ka ngjarë ishte një grabitje. Megjithatë, Granit Plava ka thënë që krejt planifikimi ka qenë me urdhër të Naim Murselit dhe Kushtrim Kokalla ka pranuar që ja ka dhënë numrin Naim Murselit, numrin e Granit Plavës me idenë që të organizohet vrasja e Liridona Ademajt. Edhe familja Ademaj kanë kërkuar dje, po ashtu edhe në seancën e fundit që është mbajtur këtu për fjalët përfundimtare, që vendimi I gjykatës të jetë vetëm me burgim të përjetshëm dhe asnjë vendim tjetër I gjykatës nuk mund ta lehtësoj pak dhimbjen e tyre dhe mërzinë që kanë për Liridonën e ndjerë tash gati 3 vjet. Tash e kthej linjën tek ju në studio dhe normalisht pasi që të jepet vendimi dhe reagimet e familjes dhe gjithë të pranishmeve këtu në sallën e gjyqit do I sjellim për Klan Kosovën normalisht. E qartë Qendresa, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Sa jemi tek drejtësia, kryetari I Gjykatës Supreme Fizullah Rexhepi ka reaguar ashpër pas ndryshimit të Komisionit për provimin e jurisprudencës